Kur ta njesh vetën tane se dignitetin dhe imazhin ta ka nujm kati e ta ka bo pis. Kur ta njesh vedin e ta shifesh vetën të njollosun prej nëtësisë së mëkatit, shko te Krishti. Thirrë në ndihmë. Kërko sakramentin e rrëfimit, sepse ai është qengji i Zotit që shlyn katin e botës. Ai vetmi e shlyn të keqen. Përlymjen e njollosun e hek vetëm Krishti. Asnjë detergjent, asnjë element pastrues nuk mundet me e bë një pastrim të tillë siç e bën Krishti. E askush se Krishti nuk mundet me shlym katin, me hek atë. Sepse vetëm ai është ngarku me mëkatin, e ka bajt me supet e veta dhe me gjakun e tij e ka pastru. Jena të pastrum në gjakun e Krishtit. Jena të pastrum në te. Prandaj të ngajmë të Krishtit, vrapojmë drejt tij, sepse vetëm kështu ka me dalën pa digniteti joni i bukur, imazhi joni i jashtëzakonshëm dhe fytyra e vërtet me cilën hyj atë na ka kriju.